Mirëmbrëma të gjithëve. Na ndajnë pak orë nga viti 2026 dhe është momenti ndoshta më i mirë për të bërë një bilanc të 2025-s dhe për të bërë urimet më të mira për 2026-ën. Ky mesazh është për të gjithë ndjekësit e mi në kanalin tim në YouTube, por edhe ndjekësit në rrjetet e tjera sociale, në Instagram, në TikTok, në Facebook, në platformën X, ata që më ndjekin përmes televizionit Klan në emisionin Opinion, apo ata që lexojnë shkrimet e mia që publikohen në shumë media online, apo akoma dhe në mediat printuar, edhe pse këto po zhduken. Do doja përmes këtij mesazhit e para të bëja disa urime, të bëja një bilanc vitit 2025 dhe të lançoja në një farë mënyre ato që mund të konsiderohen sfidat e mia personale në rrjetet sociale dhe në komunikimin online për vitin 2026. Në radhë parë do doja t'ju uroja të gjithëve një vit të ri 2026 sa më të mbar, sa më të begat dhe sa më të bukur për të gjithë ju. Sot na ndajmë pak orë nga fundviti, nga tryeza e festave, nga tryeza jonë tradicionale e gjelit detit me përshesh apo e baklavas. Do doja që sot dhe do t'ju kërkoja që gjithë të linim janë mërit, shqetësimet, hallet, po quaj të gjitha gjërat që shpeshherë rëndojnë jetën e përditshme të njeriut. Do t'ju uroja sot të gëzonit sa më shumë, së bashku me të dashurit tuaj, sepse është momenti për të gëzuar, është momenti që ju duhet gëzoni edhe për fëmijët tuaj, të cilët nuk kanë asnjë përgjegjësi për shqetësimet e përditshme, për problematikën e përditshme, që janë gëzimi i jetës tuaj. Do doja që sot të jeni të gëzuar edhe për prindrit tuaj, për ata që kanë punuar me dekada të tëra për të pasur vetëm një synim që fëmijët dhe niprit e tyre të kenë një jetë sa më të mirë. Gëzoni për të gjithë ta, sepse është një ditë e bukur dhe është ndoshta gëzimi më i madh i vitit për shumë prej nesh, sepse padyshim ka njerëz që kanë festa nga më të ndryshmet. Gëzoni sepse sot është një ditë kur secili nga ne, sikur se thash, duhet lërë minjan problematikën e ditës që do të rinisë sërish në fillim të vitit, por që sot duhet festojmë sa më shumë. Do doja t'i uroja një vit të ri sa më të mbar, të gjithë shqiptarëve kudo që janë, shqiptarëve që do të festojnë në Shqipëri, shqiptarëve që festojnë jashtë, shqiptarëve emigrantë që prej vitesh ruajnë krenarin dhe emrin e Shqipërisë me po quaj me një besim të jashtëzakonshëm tek vendi prej nga vinë. Do doja t'i uroja një vit të ri sa më të mbar shqiptarëve të Kosovës, shqiptarëve të Maqedonisë, shqiptarëve të Malit Zi, shqiptarëve të Preshevës, Medvegjës e Bujanosit. Do doja t'i uroja një vit sa më të mbar shqiptarëve arbëresht të Italisë, të cilët prej 500 vitesh ka ruajtur traditën dhe zakonet shqiptare në një mënyrë spektakolare, në një mënyrë që shumë prej nesh sot duhet ju themi faleminderit. Duke uruar vitin 2026, duke shpresuar një vit të mbar, do doja të bëja edhe një bilanc të vitit 2025. Dua të falenderoj edhe një herë të gjithë ndjekësit e mi në kanalin në YouTube, të cilët vazhdimisht, jo vetëm duke ndjekur videot e mia, por edhe përmes mesazheve, komunikimit, kanë kontribuar që këto postime të jenë më të mira apo të jenë sa më pranë tyre, sa më pranë problematikës dhe shqetësimeve të përditshme që ata kanë. Nga ana tjetër, doja të falenderoj të gjithë ata që më kanë suportuar në udhëtimet e mia shpeshherë të vështira, duke më falenderuar për imazhet që ju kam sjell, imazhet të cilat i kam darë së bashku me ta, duke besuar që sa më shumë të ndash dhe sa më shumë të kesh mundësi të shpalosësh botën që është përtej kufive tanë ose përtej rrethit tonë të vogël, aq më shumë ndikon për të përmirësuar veten dhe të tjerët. Do doja të falenderoj të gjithë ata që më ndjekin rrjetet sociale, duke qenë shpeshherë dhe me komente, shpeshherë dhe me kontestime, sepse janë pjesë e një komuniteti, pa të cilin unë nuk do të kisha natyrisht këtë realitet që kam sot në rrjetet sociale. Nga ana tjetër doja të thoja që viti 2025 ka qenë një vit relativisht i vështirë, një vit që ka pasur shumë sfida, një vit i cili për shumë njerëz ka pasur një problem që lidhet sidomos me situatën ekonomike në vend, sidomos me vështirësinë për të gjetur punë, me vështirësitë e tjera të përditshme të jetës. Por do të doja që secili nga ju ta kalonte këtë gjë dhe të hidhemi në 2026 me më shumë besim. 2026 pritet të jetë një vit që do të ketë mjaft sfida, pritet që të jetë një vit i cili do të ketë zhvillime të jashtëzakonshme në arenën e ndëshkimit asaj që ne kemi konsideruar të pandëshkueshmit, që do të ketë shumë probleme në raportin mes pakut dhe politikës. Është e dukshme dhe fundviti është dominuar nga këto tema, po jam i sigurt që viti i ardhshëm do jetë akoma më dominues në këtë pikë. Do jetë një vit ku unë mund t'ju them shqiptarëve, nuk ka asnjë gjë që mund vi pa kontributin e secilit prej jush. Nuk ka asnjë ndryshim politik, nuk ka asnjë ndryshim shoqëror, nuk ka asnjë ndryshim në jetën e përditshme, nuk ka asnjë ndryshim në sjelljen e administratës, në qoftë se ju nuk angazhoheni për të arritur vetë këtë.
nuk ka asnjë ndryshim nëse ju nuk protestoni, siç ndodhi në Vlorë, ku mungesa e ujit çoi në një zgjidhje më të shpejtë problemit vetëm sepse qytetarët dolën në rrugë dhe u përballën. Po të kishin qëndruar në shtëpi, asgjë nuk do ndryshonte, çdo gjë do kishte ecur ngadalë. Nëse ju doni një sistem më të mirë politik, duhet jeni ju që duhet ta vendosni atë përmes protestës, përmes sjelljes tuaj, përmes imponimit që do t'i bëni klasës politike shqiptare. Nëse ju shihni ose bëheni po quaj dëshmitar të korrupsionit apo gjesteve tjera, të arrogancës si shpesh vjen nga pushteti, denoncojeni. Është e vetmja mënyrë për ta përmirësuar dhe për ta bërë më të mirë jetën tuaj. 2026 pritet të ketë probleme po ashtu dhe zhvillime tjera edhe përtej kufive të Shqipërisë. Në 2025 patëm 2 palëzgjedhje në Kosovë, në të cilat Albin Kurti doli përfundimisht fitues, duke konsoliduar në një farë mënyre edhe një kohë më të gjatë të drejtimit tij në krye të shqiptarëve të Kosovës. Në Maqedoni kemi pasur hapa mbrapa në raportin me shqiptarët dhe shpresoj shumë që shqiptarët e Maqedonisë do të rigjejnë vetveten dhe pozicionimin e tyre aty ku ata e meritojnë në raport me kombësitë e tjera të një shteti multietnik si Maqedonia. Maqedonia është një shtet i të gjitha etnive që jetojnë atë. Shqiptarët e Malit Zi kanë rrugën e tyre dhe prej vitesh kanë qenë kontribues në stabilitetin e Malit Zi dhe raporte shumë të mira me Shqipërinë. Shqiptarët e Luginës e Preshevës, do doja t'ju thoja që qëndresa e tyre, edhe pse janë sot minoranca më e shtypur e të gjithë Europës, qëndresa e tyre ka qenë jo vetëm simbolike, por ka qenë njëkohësisht një prej gjesteve më të jashtëzakonshme që tregon shpirtin real të shqiptarëve. Doja t'i uroj atyre një vit më të mbar, por asnjëherë nuk do t'i kenë të drejtat e tyre nëse nuk do t'i mbrojnë ato me forcë. Ndërkohë do doja të thoja që gjatë këtij viti në rrjetet sociale unë kam pasur një komunikim kryesisht të ndarë nga ai që kam pasur me televizionin. Që do të thotë, kam pasur postime që vinë nga përditshmëria, nga vendet e bukura të Shqipërisë, nga reagime të jetës përditshme, nga personazhe të zakonshëm, më pak ose më shumë të njohur, por kam pasur shumë më pak qëndrime politike. Duke filluar nga viti 2026, unë do doja që në kanalin tim në YouTube, pra në kanalin ku jeni duke më ndjekur tani, por edhe në kanalet e rrjeteve sociale, duke nisur nga opinion.al në Instagram dhe në TikTok, të kem qëndrime më të plota, më të mirëfillta politike, për të mbajtur pra qëndrime që lidhen me zhvillimet politike, me përditshmërinë politike, pak a shumë puna ime e përditshme që e bëj, por deri më sot nuk kam dashur të përzjej punën televizive, pra imazhin televiziv me imazhin në rrjetet sociale. Me sa duket, është një moment ku rrjetet sociale, kanalet në YouTube, komunikimi online është i domosdoshëm që të krijoj edhe këtë pozicion, pra të marr edhe këtë pozicion tjetër. Deri tani nuk kam dashur t'i ngatroj, por është momenti, sepse shpeshherë vëre që shikuesit më thonë nuk e mbajtur qëndrim për këtë për atë, ndërkohë që qëndrimin e kam mbajtur në televizion dhe s'kam dashur ta ngatroj me rrjetet sociale apo me YouTube-in. Nga 2026, qëndrimet e mia do të jenë të miksuara midis të gjithë të dyave, pra televizionit dhe rrjeteve sociale, për të krijuar një platformë të vetme komunikimi, një platformë komunikimi me të gjithë ju. Njëkohësisht do mundohem të jem sa më shumë komunikime të drejtë për drejta në Facebook, duke shpresuar që komunikimi është mënyra më e mirë për të qenë pranë jush dhe ju pranë meje. Gëzuar 2026-ën, gëzoni sot në tryezat tuaja.